por rasti në fjalë nuk është rasti izoluar. Metoda e marrjes së rishfetit duke mos i dërguar të dyshuarit në ndalim 48 orë apo duke mos bërë kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit dyshohet të ketë qenë praktike prokurorit Shala. Arrestimi i tij të hënën e 27 tetorit u bë duke u bazuar edhe në një rast tjetër mbi dyshimet për kryerjen e veprës penale marrje rishfeti. Argumentimi i këtij rasti ishte arritur përmes zbatimit të masës së fshetë, atë simulimit. Më datë 11 tetor 2025 rreth orës 12 të mesditës, policia e Kosovës kishte arrestuar 5 persona, AA, DA, AA, BA dhe RA në rrugën Drejtësia në Prizren me dyshimet për lëndim të lehtë trupor. Avokati të pandehurit RA ishte Miftar Qelaj. Pak orë pas arrestimit të tyre, Qelaj kishte takuar prokurorin Shala para objektit të prokurisë themelore në Prizren me qëllim që ta informojë se pala kundërshtare ka armë. Mirë po ky informacion dyshohet të ishte shpërfillur nga prokurori Shala. Në datën 11/10/2025, unë kam marrë autorizimin nga familja për të dhënë mbrojtje familjare të tyre në stacionin policor, i cili është intervistu për një rast që kishte ndodhur paraprakisht. Pas intervistës së klientit tim, i njëjti ka deklaruar se ka informacion të sigurt se pala tjetër posedon armë. Përveç kësaj, nga familjarët e tij kam siguruar edhe një video ingjizim i cili e pasqyron një pjesë të ngjarjes që ka ndodhur ditën kritike, meqense ishte ditë vikendi edhe nuk kisha mundësi tjetër dhe alternativë që ta njoftojmë përmes rrugëve zyrtare prokurorin kujdestar që ishte atë ditë. Unë rastisht e kam takuar tek prokuroria aty, kemi shkëmbyer disa biseda me to sa i përket kësaj pjese, edhe pse njëti nuk e ka përfill, me pastaj janë të përfshira në vendim për fillim të hetimeve dhe në deklaratën që e ka dhënë prokurori. Sa i përket rrjedhës së ngjarjes që ka ndodhur me prokurorin nuk mund këtë fazë të deklarohem. Ka marrë koha dhe momenti i duhur kur kanë me dalë gjitha në shesh